Në Ulqin të shtunën e parë të muajit prill, kur shënohet zyrtarisht dita e komunës së Ulqinit, u mbajt seanca solemne e kuvendit të komunës në ambientet e qendrës për kulturë. Kjo ditë e përcaktuar me statutin e komunës mbart një simbolik të thellë që lidhet drejt për drejt me jetën tradicionale dhe ekonomike të qytetit, duke shënuar përfundimin e mbledhjes së ullinjve, daljen e detarëve në detë dhe fillimin e sezonit turistik. Seanca solemne nisi me intonimin e himnit të Malit të Zi dhe të Shqipërisë, duke reflektuar qartë frymën e bashkëtesës dhe respektit të ndërsjellë që karakterizon Ulqinin. Fjalën hapse mbajti kryetaria e kuvendit të komunës Ivana Popović, e cila në një fjalim të saj të gjatë u ndal tek rëndësia historike dhe simbolike e kësaj dite. Ajo theksoi se kjo datë nuk është vetëm një moment festimi, por edhe një reflektim mbi rrugtimin e qytetit ndër vite. Kroz različite epohe, naš grad je bio brojnih promjena, ali još uvijek je znao da sačuva ono najvažnije. Sačuvao je svoju dušu, svoju raznolikost, koja je ujedno i naš ponos. Upravo i dan danas stojimo na tim temeljima i upravo ti temelji nas obavezuju da budemo dostojni njegove prošlosti i odgovorni prema njegovoj budućnosti. Ja sam odrasla u ovom gradu i dobro znam šta znači voljeti Ulcinj, ne samo riječima, već djelima i odgovornošću. Ovdje su moji prvi koraci, moja sjećanja i moji ljudi. Zato ovu funkciju ne doživljavam kao privilegiju, već kao obavezu prema svim građanima Ulcinja. Tu odgovornost dodatno i osjećam i kao prva žena na čelu Skupštine opštine. To za mene nije lična čast, već jasna poruka da Ulcinj ide naprijed kao društvo jednakih mogućnosti, međusobnog poštovanja i zajedničkog napretka. Ipak, važnije od svake funkcije jeste osjećaj zajedništva. Ova pozicija ne razdvaja, već danas povezuje. U ovom gradu nema važnijih i manje važnih. Svi smo jednaki dio Ulcinja i svi sa ponosom izgovaramo njegovo ime. Zato je današnja dužnost da budemo ozbiljni u donošenju odluka, odgovorni u upravljanju i jedinstveni kada je u pitanju interes našeg grada. Stabilnost je temelj svakog razvoja, a razvoj mora biti rezultat kontinuiteta i neslučajnosti. I samo tako naš grad može sigurno i dostojanstveno ići naprijed. Snaga ovog grada leži u njegovim ljudima, u resursima koje imamo i potencijalu koji je pred nama. Međutim, potencijal sam po sebi nije dovoljan. On mora biti prepoznat, vođen i pretvoren u konkretne rezultate, koji se svakodnevno osjećaju danas u životu naših građana. Zato danas možemo i govoriti o konkretnim pomacima, o unapređenju sadržaja za mlade, uređenju javnih prostora, kao i u jačanju socijalne i obrazovne infrastrukture. To su koraci koji pokazuju da Ulcinj ide naprijed, stabilno, odgovorno i sa jasnom vizijom. Ne smijemo sebi dozvoliti stagnaciju niti skretanje sa puta razvoja. Kratkoročni interesi ne smiju biti ispred dugoročnih ciljeva, jer razvoj, kao što sam rekla, traži stabilnost, odlučnost i kontinuitet. Posebnu vrijednost našeg grada predstavlja njegov multietnički i multivjerski sklad. Na ovom prostoru vjekovima žive ljudi različitih vjera, jezika, tradicija i upravo ta raznolikost čini nas bogatima, snažnijim i posebnima. Zajedništvo nije samo riječ, to je i naša obaveza. To znači biti jedni uz druge, poštovati se, razumjeti i čuvati ono što nas povezuje. I samo tako gradimo budućnost kakvu želimo. Ulcinj je grad u kojem se ljudi ne dijele, okupljaju se oko onoga što je zajedničko. Otvorenost institucija prema građanima ostaje jedna od naših ključnih principa. Vrata Skupštine opštine otvorena su svima. I to nije samo poruka, to je praksa koju smo već pokazali i koju ćemo nastaviti da njegujemo. Svjesna sam da svaki građanin ima svoje potrebe, brige i očekivanja. I upravo zato želim i da poručim. Ova funkcija postoji zbog građana i bit će vođena u interesu svakog čovjeka u Ulcinju.
I posebna pažnja bit će usmjerena ka mladima. Njihova energija, znanje i hrabrost pokreću ovaj grad naprijed. Na nama je da im obezbijedimo uslove da ostanu ovdje, da rade ovdje i grade budućnost u svom gradu. Jer Ulcinj ne gradimo samo za danas, gradimo ga i za generacije koje dolaze. Vrijeme u koje živimo traži zrelost, odgovornost i jedinstvo. I odluke koje danas donosimo određuju pravac kojim će se Ulcinj kretati sjutra. Zahvalnost dugujemo svima koji doprinose našem gradu, radnicima, privrednicima, zaposleni u javnim službama, prosvjeti, zdravstvu, kao i svim građanima koji svojim trudom, znanjem i poštenjem grade Ulcinj. Mjesto koje Ulcinj ima i u Crnoj Gori i na Mediteranu mora biti dodatno učvršćeno. To je zadatak koji je pred svima nama i obaveza koju moramo ispuniti zajedno. I naš zajednički cilj je jasan, snažan, razvijen, otvoren i siguran Ulcinj. Neka nam je vječan Ulcinj, grad koji traje, grad koji raste i grad koji pripada svima nama. Živio Ulcinj! Kryetari Komunës Ulqinit Gencin Imanbegu paraqiti një analizë të detajuar të zhvillimeve gjatë vitit të kaluar dhe objektivat për periudhën në vijim. Jam i gëzuar që ju shoh sot këtu për të shënuar këtë ditë. Vitin e kaluar jemi takuar në protest. Gjithë së bashku. Atje kemi pritur miq. Kemi dalë në rrugë të bashkuar për arsye të drejtë. Për të siguruar që në tokat e gjyshërve, fëmijëve tanë nuk duhet të jenë rrogtar. Nëse mbani ndërmend, vitin e kaluar e kemi anuluar festën për të rritur. Por gëzimin e fëmijëve nuk e kemi ndalur, dhe gëzimi i atyre ditëve na ka sjellë energji pozitive. Fal aktivizmit qytetar, bashkimit të subjekteve politike që veprojnë në Ulqin, organizatave të ndryshme dhe miqve ndërkombëtar, kemi arritur që mbi çdo interes të vendosim që ardhmja e Ulqinit është e brezave që vijnë. Dhe ja, kemi arritur sukses, për shka unë jam falimderues të gjithë veprimtarëve dhe mirënjohësve. Për të gjithë ju, sot festojmë lirinë e qytetit, festojmë trashëgimin ton detare, sot festojmë simbolin e paqes, ullirin, i cili është i lashtë sa vetë qyteti. Sot festojmë dashurinë e përbashkët, por gjithashtu festojmë edhe ardhmen ton të drejtë, një Ulqin që dita ditës, në çdo sezon turistik, bëhet i njohur në çdo cep të Evropës dhe botës. Në vitin e dytë, si kryetar komune në qytetin tim, si vitin e katërt nga zgjedhjet, kemi bërë punë të mëdha, dhe për këtë jam falimderues çdo antarit të koalicionit qeverisës, çdo punëtori të administratës, si dhe çdo qytetari që ka qenë bashkë me ne, si në ditët e vështira, ashtu edhe ditët e mira. Kam vazhduar punën e nisur nga vitet e kaluara, e cila ka qenë punë ekipore dhe shumë e mirë, pavarësisht sfidave dhe vështirësive në për cilat kalon komuna Ulqinit. Numrat flasin më tepër se asnjë fakt tjetër. Vitin e kaluar buxhetin të realizuar mbi 18.3 milion euro. Vitin 2006 e planifikuar mbi 23 milion euro. Buxhet e rekord që do shërbejnë për zhvillim. Pavarësisht politikave centralizuese të pushtetit qendror, padrejtësisë dhe kompetencave të marra me anë të ligjit të Morskot Dobrës, ku nuk menaxhojmë, as planifikojmë dhe nuk kemi të ardhura nga 30 km2 të sipërfaqes më të vlefshme të komunës, unë si kryetari i komunës kam vazhduar betejën për të sjellë një qeverisje të mirë, të pakorruptuar dhe në shërbim të qytetarëve. Gjatë vitit 2025, Ulqini është prezantuar në diplomacit më të fuqishme në botë, ku përfaqësues e personalitete nga fusha politikës, kulturës, artit, sportit, diplomacisë, shkencës, ekonomisë, kanë qenë dhe janë në Ulqin. Së bashku me ekipin, i kemi njohur me vlerat qytetare, traditën dhe historinë tonë si popull, me bashkëjetesën tonë dhe me sfidat me të cilat ballafaqohemi çdo ditë. Në bashkëpunim me Qendrën për Kulturë, organizatën turistike, kemi vazhduar traditën e organizimeve të përvitshme, ku gjatë vitit 2025 kemi zhvilluar sër aktivitetesh në promovimin e vlerave turistike, historike.
Ulqini ka qenë dhe është qendër e muzikës, artit, kulturës, ku kanë performuar dhe janë pjesë emra eminent, të njohur jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Përkrahja nuk ka munguar asnjëherë dhe çdo kërkesë është marrë parasysh, pavarësisht mundësive financiare. Kemi përkrahur kulturën, duke hapur librarinë e dytë përveç Ulqinit edhe në Anë të Malit. Kemi përkrahur OJQ-t, të cilët janë zë i fuqishëm i politikave publike. Për herë të parë kemi përkrahur gratë si përmarrëse, si bujqit përmes agrobuxhetit, të cilët nga viti i vit i rrisim ndarë. Kemi përkrahur studentët më të mirë, që janë e ardhmja jonë. Po ashtu, nga buxheti i komunës edhe përfaqësues të fushave të ndryshme në të njëjtën politikë do të vazhdojnë edhe gjatë viteve ku unë do jem në krye të komunës, sepse qëllimi ynë është që taksat e qytetarëve të shfrytëzojmë në shërbim të qytetit dhe të vetë qytetarëve. Me krenari e them, zyra aktive për projekte ndërkombëtare IPA, e cila realizon mbi 1 milion projekte në vit, duke angazhuar të rinj me vullnet dhe pasion për një të ardhme evropiane. Por i ndërtojmë rrugën Mujo-Ulqinaku, edhe ky investim që kalon shifrën e 1 milion euro. Kemi vazhduar të përkrahim sportin, ku kemi ndarë shuma rekord, prej mbi 1 milion euro për klube sportive që veprojnë dhe përfaqësojnë qytetin tonë. Gjatë vitit 2025 është punuar në projektin e ujësjellësit dhe kanalizimeve, i cili financohet me kredi nga Banka Gjermane. Po ashtu, është përfunduar projekti i kanalizimeve në 4 lagje të qytetit dhe përpunohet për ta vënë atë në funksion në shërbim të qytetarëve dhe qytetit. Ky projekt është dëshmi se të ardhurat komunale po investohen në infrastrukturë, pasi kjo kredi ka filluar të kthehet nga komuna e Ulqinit. Po përfundohet projekti për fabrikën e përpunimit e ujit të pishëm në Fraskanjel. Njëkohësisht, kemi përfunduar nga buxheti kapital projektin e rrjetit dytësor të kanalizimeve në fushë të Ulqinit. Kemi asfaltuar dhe vazhdojmë të asfaltojmë si në zonat rurale ashtu ato urbane. Megjithatë, për shkak të punimeve të shumta infrastrukturore, kemi edhe kritika, edhe vërejtje nga qytetarët, të cilëve kërkojmë falje. Dhe mirëkuptim, sepse Ulqini nuk mund të ndalet. Ai duhet të zhvillohet dhe modernizohet në rrugë, drejtshim, trotuare, parkingje, ujësjellës, kanalizime dhe parqe publike. Deri tani, kemi realizuar mbi 800.000 euro investime në parqe publike, përfshirë parkun kryesor të qytetit në plazhin e Madh, një park multifunksional të cilin vitin e ardhshëm do të pasurojmë me mbi gjysmë milion euro investime shtesë. Për herë të parë, kemi realizuar marrëveshjen historike për menaxhimin e krypores së Ulqinit, simboli tonë të rezistencës qytetare dhe mbrojtjes së vlerave universale. Themelimi i ndërmarrjes është hapi final dhe i vendosjes së një shërbimi të qytetit, qytetarëve dhe turistëve të shumtë që do të vizitojnë atë. Në kuadër të ditës së Ulqinit, kemi hedhur themelet për ndërtimin e qendrës për fëmijë me nevoja të veçanta, e para e këtij lloji, e cila përfshin edhe persona mbi moshën 27 vjeç. Kjo do të jetë një qendër moderne dhe multifunksionale, që synon të lehtësojë sadopak sfidat e familjeve përkatëse me një investim që kalon mbi 2 milion euro. Për këtë vit kemi prezantuar edhe investimet në transportin publik. Deri tani kemi realizuar blerjen e 5 minibusëve me vlerë rreth 500.000 euro. Si janë duke hapur tenderet për blerjen e 2 të tjerëve të qytetit me vlerë po ashtu 500.000 euro, pra mbi 1 milion euro investime në total. Po ashtu është drejt përfundimit themelimi i ndërmarrjes që do të menaxhojë transportin publik, duke garantuar shërbim cilësor për qytetarët. Punët po vazhdojnë edhe me gurthemelin e çezës së re në fushë të Ulqinit, një investim i përkrahur nga qeveria Malit të Zi dhe Bersh. Ndërkohë, të mirat detare paralajmëruan përfundimin e procedurave për shëtitoren më të madhe në qytet nga pylli i pishave në kepin e Gjeranave, investim mbi 2 milion euro. Nga investimet e shumta nuk duhet të harrojmë edhe ato në infrastrukturën sportive. Falë ndërhyrjeve në terrenin e futbollit, Ulqini ka zhvilluar ndeshjen në qytetin tonë në ligën e parë malaziase dhe është këtë vit shpresojmë të shpallemi kampion dhe të vazhdojmë pjesëmarrjen në këtë ligë. Të gjithë këto investime, pavarësisht masive së tyre, janë bërë me dashuri, për kushtim sakrificë, por ne këtu nuk do ndalemi, do të vazhdojmë të kontribuojmë për qytetin tonë, për të ardhmen e fëmijëve tanë, për Ulqinin tonë. Ulqini është i pluhosur dhe dhe ndërtohet. Për këtë, ju kërkoj falje të sinqertë dhe ju lut për durim edhe pak. Nuk është lehtë të kthehet në binarët e zhvillimit të qytetit i cili ka mbetur pa port,
e pa detari që 140 vjetë. Zhvillimi që kemi filluar përfshin tërë Ulqinin, nga Mavriani deri në Shtekvash, nga Ada e Bunës deri në Lisnabor. Kjo qeverisje, të cilën e kryesoj, është qeverisje e stabilitetit dhe zhvillimit, me themelet e forta në pajtim dhe mirëkuptim. Çdo kush që fton në përçarje i flet vetvetes. Nuk ja don të mirën vetes edhe jo Ulqinit, ardhmërisë tonë. Përveç themeleve të shëndoshta për zhvillim të qëndrueshëm këtij qyteti, kam dëshirë të vendosim dhe themelet e forta në kulturën e politikës dhe administratës. Transparenca, respektimi i ligjit, respektimi i qytetarit dhe secilit individ janë pjesë e pandalshme dhe patjetërsueshme e mënyrës së punës administratës. Prandaj, tani që projektet kanë filluar dhe menaxhohen në mënyrë të rregullt, këtij aspekti do t'i kushtoj më shumë vëmendje. Të nderuar qytetar, ka që është bërë për këto 2 vite, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, dhe unë me stafin tim nuk kam qenë vetëm. Ka mundësi duke u shërbyer juve, i kam hyrë hak familjes, shokëve të mi dhe të afërme. Ka mundësi që edhe me stafin tim ndonjëherë kam pasur më pak durim apo kam kërkuar më shumë punë se sa ka dita orë. Të gjithë ju kërkojmë falje dhe ju lutim për mirëkuptim. Them për administratën tonë është bërë shumë, po për Ulqinin më pak se sa e meriton. Ai meriton shumë dhe ne do të vazhdojmë edhe më shpejt edhe më fuqishëm. Dhe në fund, dua t'ju flas me ju edhe për detarinë. Është qartë se pa detari nuk ka zhvillim të qëndrueshëm në Ulqin. Prandaj duam të kthejmë detarinë dhe këtë traditë në Ulqin me projekte dhe iniciativa konkrete që ka të bëjë jo vetëm me infrastrukturën portuale, por edhe me anije ndërtimtari, mirëmbajtje të anijeve dhe lundrime. Dhe derisa jemi në pritje të fillimit të ndërtimeve të portit të peshkimit në plazhin e Madh, po mbyllim dokumentacionin projektues për Mendraç dhe portin në Lima. Pa projekte, pa maturi dhe pa durim nuk ka zhvillim. Jemi të vendosur që të dalim nga kjo fazë që duam dhe Ulqinin të zhvillojmë me projekte, me plane për fëmijët tanë. Dhe me këtë po mbyll këtë raport të shkurtër për këtë ditë feste, duke ndërlidhur me domethënien e kësaj dite, dita kur lëshohet ullishta dhe detarët nisin në lundrim. Detarët paçin det të qetë dhe erën në kiç. Bashkëqytetarëve tanë nesër festofshin pashk të bardha, ullishta, të mbjellat dhe ekonomia se cilë shtëpi të luzoft dhe pas bereqet. Roft Ulqini, rofshin qytetarët e tij, roft rinia e mrekullueshme jonë. Ju faleminderit. Në vijim të seancës solemne u bë ditur se me rastin e kësaj dite komuna Ulqinit ka pranuar letra urimi nga presidenti Jakov Milatović, kryeministri Miloj Kospajić dhe kryetari i kuvendit Andria Mandić, të cilët në mesazhet e tyre përgëzuan qytetarët e Ulqinit dhe vlerësuan kontributin e qytetit në zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Një moment i veçantë i ceremonisë solemne ishte ndarja mirënjohjeve për individ dhe organizata që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme në jetën shoqërore, kulturore dhe institucionale të qytetit të Ulqinit. Me mirënjohje u vlerësua shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club, gjithashtu shkrimtari Hajro Ulqinaku, si dhe gazetari, publicisti dhe dramaturgu Ali Lunji. Pas vdekjes, një mirënjohje e veçantë u nda dhe koreografit të njohur Kabil Mehmeti, e gjithashtu një vlerësim i veçantë u dha dhe për doktor Bahri Cekën, i cili jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar zonja dhe zotrinj, e di që fjalët janë të tepërta, megjithatë duhet të falenderoj komunën e Ulqinit për këtë mirënjohje të cilën e konsiderojmë dhe e vlerësojmë si një mirënjohje për punën tonë ndër vite. Dua të theksoj që shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club është themeluar në vitin 1990 dhe në vitin e kaluar kemi shënuar 35 vjetorin e themelimit. Nuk është as vendi, as rasti që të përmendim gjithë veprimtarinë e shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Club, pra jo vetëm manifestimi kalimera poetike, por edhe mbi 200 botime, mbi 10 konferenca shkencore e tjerë. Dua të theksoj me këtë rast, dua të rikujtoj që ne kemi fituar shumë mirënjohje edhe shumë dekorata jashtë, por kjo është hera e parë që vlerësohemi në vendin tonë
vlerësohemi në komunën e Ulqinit, edhe kjo ka një domethënie edhe më të madhe për ne. Duhet ju rikujtoj se para disa ditësh, Presidentja e Republikës së Kosovës ka ndarë mirënjohje, pra ka ndarë medalje presidenciale të meritave për disa antarë të shoqatës sonë, studiusin dhe profesorin universitar, profesor doktor Rushdi Ushaku, këngëtarin Shaban Gjekaj, gazetarin dhe shkrimtarin Ibrahim Berjashi pas vdekjes dhe regjisorin dhe profesorin universitar Emin Halili. Prandaj, edhe këtë mirënjohje, të cilën sot e marrim nga komuna Ulqinit, është në vazhden e këtyre mirënjohjeve, e këtyre kontributeve. Prandaj, unë këtë mirënjohje e ju dedikoj themeluesve të shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Club, disa prej cilëve nuk jetojnë më, shkrimtari dhe gazetari Ibrahim Berjashi, piktori Rudi Goga, poeti Basri Qapriqi, por edhe të gjithë antarëve tjerë të gjallë ose aktiv të shoqatës sonë, të cilët e vazhdojnë misionin e kësaj shoqate, pra duke kontribuar në të mirë të Ulqinit, të kulturës së shqiptarëve në Malin e Zi dhe më gjërë. Ju faleminderit. Përshëndetje. Kam shumë emocione, më falni, por Kabilin e keni njohur gjithë, edhe para se ndron jetë e kemi përpiluar bashkë një. Tani edhe unë po dal në amshim. Jetën e jetova mos të ketë pikëllim. Me juve e ndava pasionin që pata, folklorin dhe këngën ndër gjenerata. Me ju kalova bukur në këtë vend, të ma bëni halal nëse kam lodh kënd. Unë vetë për këtë e pata përcjellni folklorin ndër gjenerata. Ju faleminderit. Në përmbyllje, ceremonia u pasurua me një program artistik të realizuar nga nxënësit e shkollës fillore të muzikës edhe kori i Gjimnazit Publik Vëllazërim Bashkim, të cilët me interpretimin e tyre i dhanë një dimension të veçantë emocional dhe kulturor kësaj dite.